Pas shpërthimit, pasojat ishin të menjëhershme. 2 punonjës vdiqën natën e aksidentit, ndërsa 28 zjarfikës dhe operator humbën jetën gjatë javëve të para nga sindroma akute e rrezatimit. Brenda pak ditësh, autoritetet sovjetike urdhëruan evakuimin e rreth 50.000 banorëve të qytetit Pripyat, i cili u braktis plotësisht. Në vitet që pasuan, numri total i të zhvendosurve arriti mbi 300.000 persona. Por valja e parë dhe më simbolikja ishte ajo e 50.000 të evakuarve njëherë pas aksidentit. Për pastrimin e zonës u angazhuan mbi 600.000 likuidator, të cilët ishin ushtar, civil, inxhinier dhe minator. Shumë prej tyre punuan në kushte ekstreme, shpesh pa mbrojtje të mjaftueshme. Sipas vlerësimeve shkencore, mijëra prej tyre u sëmurën ose humbën jetën në vitet pasuese. Sa i përket Shqipërisë, vendi nuk pati viktima direkte, por u prek nga ndotja radioaktive. Madje tregojnë se zonat më të ekspozuara ishin Rajca, Elibrazhdi, si dhe Pogradeci, Korça, Kuksi dhe Dibra. Në këtë zonë u evidentua ndotje në çumësh dhe produktet brektorale. Shkasolli ndalimin e përkohshëm të konsumit. Çernobili pra nuk ishte vetëm një aksident teknik, ishte një tragedi njerëzore, pasojat e secilës u ndjen edhe larg, deri në Shqipëri.